Alba u ngrit në këmbë, por këmbët i dridheshin. Zemra i rritë si e një njeriu që po përballet me stuhin, dhe trupi i saj nuk dinte nëse po mbante dot peshën e asaj që po ndodhte. Produksioni kishte hyrë me mesazhe të qarta, të rënda, por të fshehta në mënyrë të hollë që të rrëzonin çdo mbrojtje që kishte ngritur brenda vetes. I futëm limin, i than, me një qetësi që dukej e natyrshme, por që ishte e planifikuar me kujdes. Mos i përkushto vëmendje Albës. Mos e lëndo, mos e shiko si kërcënim. Vetëm bëhu pjesë e lojës. Por për Alba, kjo nuk ishte lojë. Kjo ishte një sulm i hapur ndaj emocioneve të saj, një manipulim i kujdesshëm që e çonte drejt çmendurisë. Çdo fjalë, çdo urdhër, çdo nxitje e produksionit ishte si një presion i fshehtë që i thoshte: ti nuk kontrollon asgjë. Zemra jote nuk ka rëndësi. Ti je objekt i lojës. Ajo ndjeu se po humbiste tokën nën këmbët e saj. Dhe kur dolce, me buzëqeshjen e saj të qetë dhe të sinqertë, u përfshi në të gjithë këtë skenar, zemra e Albës ju shkrumbua nga një ndjenjë tradhtie që nuk donte ta pranonte. Për brenda saj, çdo ndjenjë e ndërtuar për muaj të tërë u shkatërrua në sekonda. Edhe dolceve i kemi thënë, vazhduan ata, me një ton që nuk linte vend për kundërshtim, është dakord. Po e lidh me limin. Big Brother Kosova është më i ndjekur se çdo gjë tjetër. Për spektaklin. Për emocionet e shikuesve. Alba nuk mund ta besonte. Jo sepse nuk e kuptonte logjikën e produksionit, por sepse ajo logjik po shkatëronte shpirtin e saj. Ajo nuk ishte më pjesë e lojës së ndershme, ajo ishte pjesë e një teatër manipulimi ku emocionet e saj shërbenin vetëm për audiencën. Trupi i saj filloi të dridhej. Frymëmarrja u bë e shpejtë, errësira e ngadalshme e periferit të shikimit filloi të ambulonte. Ajo ndjeu një val të fortë paniku që vinte nga brenda. Çdo qelisë e trupit të saj po bëhej alarm, po i thoshte, kjo nuk është normale. Kjo po të shkatëron. Labinoti dhe Bia ishin aty, por ndjenja e panikut të Albës ishte aq e fortë sa ata nuk mund të bënin shumë. Ata e shoqëruan deri te dera, me duar të forta dhe me zemër të dridhur. Çdo hap ishte një betejë mes forcës dhe frikës. Alba e kuptonte se po humbiste veten, deri në momentin kur u vendos në barel dhe transportimi drejt spitalit amerikan filloi, ajo nuk foli. Nuk mundej. Trupi i saj nuk i përgjigjej urdhrave të mendjes. Zemra i rrite pa kontroll. Edhe pse Labinoti dhe Bia ishin pranë, ajo ndjeu se ishte e vetme me një lojë të madhe që nuk e kuptonte dot. Në makinën e spitalit, heshtja ishte e rëndë. Për herë të parë, Alba ndjeu se ajo që po ndodhte nuk ishte thjesht humbje emocionale, por një presion psikologjik i planifikuar. Produksioni nuk po kërkonte vetëm spektakël. Po e përdorte emocionin e saj si instrument. Çdo fjalë që kishte dëgjuar brenda shtëpisë, çdo instruksion, çdo shikim i produksionit, ishte bërë një pjesë e një manipulimi të hollë, por të vrazhd. Ajo e kuptonte që nuk ishte e vetme në shtëpi, kishte të tjerë që përfitonin nga emocionet e saj. Por ajo ishte një objekt i drejt për drejt i këtij kontrolli. Ndërsa makina ecte drejt spitalit, Alba filloi të përpiqej të merrte frymë më qetë. Nuk ishte thjesht për shëndetin fizik, ishte për shëndetin e shpirtit të saj. Ajo e dinte se pas çdo momenti të vështirë, çdo manipulimi, kishte një pikë ku mund të rikthehej tek vetja. Por rruga deri atje ishte e gjatë dhe e errët. Labinoti e shikonte pa fjalë. Ai e ndjente zemrën e saj që rrite në panik, ndjente dridhjen që vinte nga çdo muskul i trupit të saj, dhe e dinte se ajo nuk ishte thjesht e lodhur nga drama e përditshme. Ishte një goditje emocionale që po e shkatëronte. Bia mbante dorën e Albës dhe përshpëritej diçka që ajo vetë nuk mund ta dëgjonte dot. Ishte një fjalë ngushëlluese, një lloj force që vinte nga pranimi, jo nga instruksioni. Ajo e kuptonte, përtej spektaklit dhe manipulueseve të produksionit, kishte njerëz që e donin dhe do të kujdeseshin për të, por Big Brother Kosova ishte më i ndjekur se gjithçka. Emocionet, dramat, puthjet e limës dhe dolces. Lojrat e zemrave, gjithçka shërbente për shikuesin. Dhe Alba po paguante çmimin për këtë spektakël. Jo me fjalë, jo me zë, por me trupin dhe shpirtin e saj. Kur makina u ndal përpara spitalit, Alba u shtri në shtret. Heshtja e korridorit të spitalit ishte e ndryshme nga ajo e shtëpisë. Nuk kishte kamera, nuk kishte instruksione. Kishte vetëm kujdes. Dhe për një çast të shkurtër, Alba ndjeu një liri të vogël, një frymë të çliruar nga presioni që po e shtypte prej ditësh, por në brendësi të saj, ajo e dinte se loja nuk kishte mbaruar.
Çdo urdhër, çdo instruksion i produksionit, çdo përpjekje për të kontrolluar emocionet e saj, kishte krijuar një plagë që nuk do të shërohej brenda natës. Dhe ndërsa mjekët kontrollonin gjendjen e saj fizike, ajo e ndjente se betejë më e madhe sapo kishte filluar, betejë për të rikthyer kontrollin mbi jetën dhe emocionet e saj.